Zoti tregoi virtytet e larta të pejgamberit për të treguar edhe se ata që i besojnë atij hyjnë në anijen e shpëtimit. Zoti urdhëron e thotë: "Felledhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Për ata njerëz që kur të shfaqet ai pejgamberi i pajisur me cilësitë e përmendura i besojnë atij, e nderojnë dhe e ndihmojnë, ndjekin edhe Kuranin e veprojnë sipas asaj drite që ka zbritur me të, janë të shpëtuar në dynja e në ahiret. Pra pas shfaqjes së pejgamberit, shpëtimi i njerëzve varet vetëm në besimin, në nderimin që i bëhet e në ndihmën që i jepet atij pejgamberi, duke ndjekur Kuranin që është një dritë e qartë. Pa këto shpëtimi nuk është i mundur. Zoti për të treguar edhe se pejgamberi është i dërguar për të gjithë njerëzit, prandaj të gjithë e kanë detyrë ta ndjekin atë, urdhëron e thotë: "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumit, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." O i dashurim, thua ju, o njerëz, unë jam pejgamberi i Zotit për ju të gjithë, i atij Zoti që ka në pronësinë e tij qiejt e tokën, s'ka të aduruar tjetër me të drejtë përveç atij. Ai ngjall e vdes, ai jep e merr shpirtra. Pra besoni Zotin dhe pejgamberin e tij, i cili është një profet ummi që u beson Zotit dhe fjalëve të tij. Ndiqeni atë që të mund të udhëzoheni në rrugën e drejtë. Kuptimi: O ti pejgamberi i nderuar, që je i dërguar për të gjithë ata që janë të ngarkuar të kryejnë detyra, thua ju njerëzve, o njerëz, unë jam i dërguar për ju të gjithë nga ana e Zotit që është pronari të gjitha krijesave. Kam ardhur që t'ju udhëzoj juve se nuk ka tjetër të adhuruar me të drejtë përveç atij Zoti, nga i cili jam i dërguar, prandaj secili duhet të bëj adhurimin vetëm për atë. Ai cilin të dojë ngjall dhe cilin të dojë e vdes. E me qenë se pronësia e qiejve dhe e tokës është e atij, vetëm ai meriton të adurohet, vetëm ai ka fuqi të ngjallë dhe të vdes. Besojeni Zotin dhe të dërguarin e tij, i cili është Resuli, komunikuesi që ju lajmëron juve për punët e dynjas së ahiretit, ai profet që s'ka mësuar të shkruajë e të lexojë prej kurkujt dhe që i beson fjalës së Zotit. Ndiqeni pra atë profet sepse e keni detyrë ta ndiqni, e në qoftë se shkoni pas tij shpresohet se do të arrini atë çka dëshironi. Fahri Raziu thotë se në këtë ajet janë treguar 3 pikat kryesore të nevojshme për të vërtetuar se Muhamedi alayhi salam është i dërguari nga Zoti. 1. Vërtetohet ekzistenca e një krijuesi i cili qëndron me veten e vet dhe që është fuqiplot e që i shkon urdhri e sundimi në botë. Nëse nuk do të ishte krijuesi që i shkon urdhri e sundimi në botët, nga kush mund vinte pejgamberi? Edhe nëse dikush do të thotë se jam pejgamber, kush e dëgjon atë? Prandaj s'ka tjetër veç atij që dërgoi pejgamberin, prandaj pretendimi profecisë ka nevojë në radhë të parë që të vërtetohet qenia e krijuesit fuqiplot dhe veprues sipas dëshirës së vet. Prandaj Zoti në këtë ajet, duke treguar se ai është pronari i qiejve e i tokës, vërteton ekzistencën e vet dhe fuqinë e tij të plot. 2. Vërtetohet se vepruesi sipas dëshirës së vet duhet të jetë një dhe i vetëm. Pse? Sepse le të supozojmë se janë 2 zota dhe njëri të dërgoj pejgamber tek ata njerëz që janë të krijuar prej Zotit tjetër, atëherë ai s'ka të drejtë të thrasë ata njerëz që ta adhurojnë e t'i binden atij Zoti që nuk i ka krijuar, kurse kur ka një Zot të vetëm, atëherë të gjithë njerëzit duhet të binden urdhrave dhe ndalimeve të tij. Prandaj Zoti ynë në këtë ajet e ka theksuar qenien e vet një me frazën La ilaha illa hu, s'ka të adhuruar tjetër përveç Zotit. 3. Vërtetohet se Zoti është i fuqishëm të ringjall njerëzit dhe t'i mbledh ata ditën e Kiametit. Ndryshe, do me thënë, po të mos ishte i fuqishëm të ringjall njerëzit, atëherë nuk do të kishte ndonjë dobi as largimi nga të këqijat e as kryerja e detyrave dhe kurkush nuk do të arrinte gjë me adhurime. Prandaj Zoti, për treguar se ai është i fuqishëm të ringjall e t'i mbledh njerëzit, në këtë ajet ka thënë yuhyi wa yumit, ai ngjall e i vdes robët e vet. Fondacioni i Kuranit boton nga ajka e kuptimeve të Kuranit, vetëm ato pjesë që mundi të gjejë të botuara, prej vet Hafiz Ibrahim Dalliut. Nëse dikush mund ketë edhe pjesë të tjera, është i lutur të jap ndihmesën e tij islame pranë fondacionit të Kuranit, me qëllim që ky tefsir i librit të Allahut i përkthyer në gjuhën shqipe të dalë sa më i plot. Faleminderit për mirëkuptimin.